Fort lumturi, etër të dashur vëllezër dhe motra. Studiuesit e historisë, kur duan të interpretojnë një fenomen historik, një ngjarje, marrën faktorë të ndryshme, madhor, dhe mbi ato justifikojnë një ngjarje. Në vitin 614, perandoria bizantine tronditet se vjen lajmi se Kriqi i nderuar në Jerusalem u rrëmbie nga armiqtë e perandorisë, nga armiqtë më fanatik të perandorisë, jo vetëm bizantine, po dhe romake dhe greke, se persianët kanë qenë armiq të perëndimit më shumë se 1000 vjet. Me qindra vite ishte ushqyer një urrëtie midis persianëve dhe popujve greko-romak. Dhe perandoria bizantine tashmë është një perandorie krishterë. Krishterizmi është shpërndar gjithandej dhe kisha është themeluar dhe është bazuar në kanonet dhe në misteret e kishës, siç i lanë etrit e mëdhenj të shenjtë. Pra, lajmi se Kriqi i nderuar u rrëmbie nga armiqt shekullor i përshkoi si korrent trupat e besimtarëve dhe shpirtrat e tyre. Dhe tani, interpretuesit e historisë mund të thonë shumë shpejt ku është Perëndia. Pse la të ndodh kjo? Le të futemi një çik më thellë, të shikojmë se si vepron Zoti, se për Zotin nuk është vetëm historia e madhe, ka dhe histori të vogla, që nganjëherë janë më të rëndësishme nga historia e gjerë dhe e madhe. Kur Kriqi u rrëmbie nga persianët, gjatë rrugës së tij për në Ktesifont, në kryeqytetin e Persisë, bënte mrekulli, shëronte të sëmur, dhe kjo u përhap në gjithë Persinë. Pa dashje, shpërndanin krishterizmin vetë ata, me atë që bën. Se kështu vepron Krishti nëpërmjet Kriqit, gjithmonë. Prandaj Krishti u ngjit në Kriq, që të bëj armiqtë e tij ta duan. Një person i tillë që dëgjoi mrekullitë e Kriqit, u habit. Dhe ky është shenjtori që festojmë sot, Shën Anastasi. Ati i tij nuk ishte një njeri thjesht i Persisë, ishte prift i zoroastrizmit, i fesë që kishin persianëve. Dhe ishte rritur duke dëgjuar babain e tij të bënte magji dhe të adhuronte idhujt. Në ata bjend ishte rritur. Dhe nuk të shkon mendja nganjëherë se si mundet nga fundi e errësirës të dalë një dritë. Dhe Shën Anastasi, ajo drita e brendshme, ajo ndërgjegja e tij e pastër, kur dëgjoi që Kriqi bën këto mrekulli, donte të mësonte ç'është kjo gjë, dhe mori vesh historinë e Krishtit, atë që ne këtu lexojmë gjithmonë. Që lexojmë gjithmonë dhe nganjëherë nuk jemi të kujdesshëm, nuk i vëmë re, nuk e lëm të futet brenda thellë. Na është bërë nganjëherë
Zoti të na falë, ndoshta dhe e bezdishme ta dëgjojmë dhe ta përsërisim. Po për Anastasin, që se kishte dëgjuar më, jo vetëm ju fut brenda thellë në shpirt, po bë si një litar që e të roqi dhe e çoi derisa u bë murg i krishter në Jerusalem. Ja çfarë bën Kriqi. Asnjë studiues historie nuk i shkonte mendja se do lejonte Zoti të rëmbej Kriqi i nderuar që të bënte një shenjtor kaq të madh. Dhe asnjëri se interpreton kështu. Prandaj ne të krishterët dhe ngjarjet historike i shikoj më thellë. Nuk habitemi kur lejon Zoti të ndodhin gjëra që në fillim duken pak të ashpra të çuditshme. Se gjithmonë Zoti bën mrekulli të mëdha. Dhe shën Anastasi u martirizua nga njerëzit e tij. Këto janë fakte shumë të bukura për ne të krishterët të mësojmë besimin ton. Nga njerëzit e tij u torturua me ashpërsi të papar dhe 70 të tjerë martir dhe e lanë të fundit shën Anastasin, jetën e tij hollësisht mund ta lexoni dhe duhet ta lexojmë. Dhe i tregonin se kështu do ta dredhim kokën, i thoshnin. Dhe vran 70 njerëz para tij. Dhe kur erdhi radha e tij, u dorëzua vetë me gëzim. Dhe u habitën dhe ata. Lipsanin e tij e morën të krishterët dhe ku e quan? Ku e quan? Në kryeqytetin Bizantin, në Konstantinopol. Dhe ndërtuan dhe një kishë të madhe. Se gjithë perandoria persiane dhe gjithë perandoria bizantine kishin marrë vesh për shën Anastasin që torturoi. Dhe kur vajti Lipsani ti në Konstantinopol, u nderua me madhështi dhe këtu është bukuria e fesë së krishter. Se si një armik i kombit, kthehet në një shembull se perandoria bizantine nuk bazoi në komb. Kishin shumë kombe, por prioriteti ishte besimi te Krishti. Pra, nuk ishte pengesë për ata të nderojnë një persian si martir të madh, sepse ai persiani pranoi Krishtin dhe ndriçoi dhe për persianët edhe për bizantinët. Si sot kishte emrin e tij kryepiskopi i lumur Anastas. Dhe jo rastësisht ai kishte zgjedhur këtë shenjtor ndër kombëtar dhe ndër, ta themi, dhe ndër fetar. Se feja e krishter nuk është fe, është zbulesë. Dhe çdo vit ne kujtonim edhe nderonim shën Anastasin dhe njëkohësisht uronim kryepiskopin ton të lumur dhe si vjet me bekimin e kryepiskopit Joan, mblidhemi këtu ku kryepiskopi Anastas, që në origjinë është grek, erdhi te populli jon me dashurinë që kishte zemra e tij, që Zoti e dinte, se Zoti e zgjodhi, dhe erdhi të na ngushëlloj dhe të hedh verë e vaj te plagat tona që kishin vuajtur dhe kemi vuajtur si popull. Dhe në këtë fron këtu ngjit me dashuri dhe rezatoi për 30 vjet. Dhe ne falenderojmë Perëndin që e kishim, se kjo është më e rëndësishme,
jo vetëm për ato që la të ne, si trashëgimi, por dhe njerëzit që na la. Dhe frymën, si që thekson gjithmonë kryepiskopi Ioan, që na la në kish, një frymë dashurie për ullësie, një frymë të hapur. Dhe këtë frymë edhe ne e kemi për detyr, ashtu ta mbajmë, ta ruajmë dhe ta përcjellim dhe te prezat e tjera, dhe kryepiskopi, se ne që kemi shpresën të ngjallja, e dim shumë mirë ku ndodhet tani. Është pranë shenjtorëve, pranë Shën Anastasit dhe gjithë shenjtorëve, dhe do ju lë dhe mbill këtu dhe një këshill që më kishte lënë personalisht, dhe do më falni që them personalisht, që ta kemi të gjithë si këshill për jetën tonë shpirtërore. Një herë e pjeta se e dija që njihej me Shën Porfirin. Dhe ishim këtu dhe e pjeta çfarë u ka ngelur nga ato që u kishte thënë Shën Porfiri. Pjetje fëminore imja, gabim. Megjithatë, ai nuk foli. Në fund që mbarua mungjillin, atë apostullin, ishte apostulli kur Shën apostull Pavli thoshte: të luteni pa ndërprer. Lutjuni pa ndërprer, do me thënë vazhdimisht. Dhe në atë moment mu kthie direkt dhe më tha: këtë më ka thënë. Këtë më ka thënë Shën Porfiri. Këtë duhet të bëjmë. Të pastrojmë shpirtat tona, sepse ai ishte meraku dhe i kryepiskopit Anastas, dhe i kryepiskopit Ioan, dhe gjithë klerikëve, po mbi të gjitha është dëshira e Perëndis për ne. Atëherë nderojmë edhe kryepiskopin, edhe veten ton dhe kombin ton. Amin.